Nisur nga aksioni fundit i Spakut për call centerat, kur shfaqen në media pamje nga dy kulla në Tiranë, u bë një vëzhgim mbi çmimet. Rezulton se aty po ndodh diçka që nuk ka me lidhje as me tregun dhe as me logjikën. Në një qytet me trafik të paralizuar, me infrastrukturë të mbingarkuar, me ndërtime pa frymë urbane, çmimi i apartamenteve në kullat e zonës së qendrës, përfshirë sheshin, bllokun apo zonën e RTS-s, ka shkuar deri në 6.000 euro metri katror. Nuk po flasim për pallate ikonike apo projekte të menduara, por për kullat e ngjeshura mes godinave të tjera pa lidhje urbane. Në të njëjtën kohë, në Itali, familja e famshme Benetton nxjerr në shitje një vilë luksoze në Treviso, në një qytet rregullt, elegant, me histori, me lumenj, gjelbërim dhe qetësi. Çmimi rreth 5.600 euro metri katror. Çfarë të mendosh kur një apartament në Tiranën kaotike shkon deri në 6.000 euro metri katror, kurse një vilë aristokratike në Itali kushton 5.600 euro metri katror. Kjo është një diagnostik sociale. Në Treviso blen hapësirën, qetësinë, arkitekturën e menduar, cilësi ndërtimi, mjedis jetese, vlerë reale afatgjat. Kurse në Tiranë me të njëjtin çmim blen zhurmë, trafik, mungesë absolute parkimesh apo pasiguri urbane. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.